Kur jena në shkollë, shpesh neve na bjen me menu, çka du me studiu të ardhmen, çfarë profesioni përshtatet më shumë. E këtë hyn punë departamenti i këshillimit të karrierës. Hajde bashkë me mua që janë një sy në zyrës këshilltare për karrierë. Në këtë sot e kena UN-in. Që kemi UN si e? Që kemi list, Qka i të buti sot këtu? të kemi me pipi test. Përmes testeve, mentorimit dhe këshillimeve individuale, nxënësat e kanë mundësinë me gjetë aftësitë e tyre, talentet që i kanë, pastaj me marrë udhëzime për universitetet edhe mundësitë që këtyne i presin. E puna e departamentit nuk kryen vetëm këshillimet. Nxënësat këtë vetë kanë pas mundësi me marrë pjesë në aktivitete ndryshme vullnetare, të përfshi bashkëpunime me kryqin e kuq. Po ashtu marrin pjesë në gara ndërkombëtare, të përfshi Teen Eagle, Genius edhe ASEF-in. Këta kanë pas mundësinë po ashtu me marrë pjesë në Model United Nations. E këto aktivitete ja pasurojnë portofolën edhe CV-n për aplikimin e universiteteve ndërkombëtare edhe kombëtare. E puna e departamentit nuk kryen vetëm tek këshillat. Nxënësat këtë vetë kanë pas mundësi me marrë pjesë në aktivitete ndryshme vullnetare, të përfshi bashkëpunimi me kryqin e kuq. Sot jam edhe me presidentin e klubit Research and Volunteering, edhe kjo sot kam na kallëzu për aktivitetet e tyre që i bojnë. Qysh i dhan, e mirë? A mundesh me na kallëzu te aktivitetet që i ke bu këtë vit, edhe çysh i keni planet për vitin e ardhshëm? Po, gjatë këtij viti, klubi jon ka qenë shumë i suksesshëm, i ka bërë dikon 5 projekte, të cilat janë konë në bashkëpunim me kryqin e kuq të Kosovës. Njëri ka qenë për pjesën e obiliqit, për mendotjen e ambientit dhe mjedisit, tjetri ka qenë vetë për këtu në shkollën ISP, edhe kështu me radhë. Përpas këtyne kemi pasur dikon 50 anëtar, të cilët vazhdimisht kanë dhënë kontribut në projekte dhe për vitin e ardhshëm besoj që do të jenë 10 projekte. Kurtimisht këtu jam edhe me profin Senat, i cili është këshilltar i karrierës. Kjo më na kallëzu pak a shumë këtë vit çfarë aktivitete kanë marrë pjesë. Përshëndetje profi. Përshëndetje Elis. Ndika shkurtra, mes tjera që u thanë, aktivitetet kryesore të Departamentit të Karrierës janë këshillimi i nxënësve, ndihma e nxënësve që i ofrohet për eksplorimin e shkatësive të tyre, talenteve të lindura, për me mujt me ndërtu një roadmap ose një lloj procesi në të cilin ata çdo vit do të përgatiten për universitetet e targetuara. Në përgjithësi, kjo zyre u shërben nxënësve të shkollës ISP për me i arrit qëllimet të tyre akademike pas përfundimit të shkollimit të mesëm. Shumë faleminderit për kohën tonë. E si në përfundim, shumica nxënësave që janë përfshi këtu janë pranuar në universitetin e tyre të preferuar, po ashtu shumica prej tyre kanë marrë edhe bursa. E për sot do kry, na miropafshim deri në videon tjetër.